tjera zhvillime, 17 ditë nga humbja e Papa Francesku të Vatikani është gati për të nisur një epokë të re në Selinë e Shenjtë. Në Vatikan, 133 kardinal elektoral janë tashmë në konklav për t'i dhënë botës katolike dhe jo vetëm papën e 267 në histori. 3 orë ka zgjatur djeh pra në mbyllja e kardinalëve, të cilët kanë votuar, por nuk është arritur të zgjidhet një papë. Çfarë ndodh sot dhe si zgjidhet papa i ri, cilat janë hapat që ndiqen nga konklava dhe kardinalët? Për të mësuar më shumë, kam në lidhje të drejtë për drejtë Don Mark Pashkën, zëdhënës i konferencës i peshkëfinore të Shqipërisë. Don Pashka, përshëndetje. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Faleminderit ju. Ditën e djeshme, tym i zi, do të ketë prapë sot votime? Sa është numri votimeve që pritet të mbahen sot në Vatikan? Dita e djeshme në fakt ishte një procedurë normale e pritshme, sepse ishte tymi i parë po themi votimi i parë edhe tymi që nënkuptonte votimin e parë. Asnjëherë në histori nuk ka ndodhur që papa të zgjidhet drejt për drejt me votimin e parë, e aq më tepër në këtë rast kur kemi të bëjmë me një numër shumë më të madh të kardinalëve, është numri më i madh në histori, 133, kur gjatë historisë, po themi, numri 120 nuk ishte kaluar asnjëherë. Për ditën e djeshme ishte i përgatitur, i parapam vetëm një votim për faktin sepse kret hyrja në konklav është një ceremonial në vetvete, siç ndoshta kemi pas mundësi ta ndjekim nëpërmjet mediave, ku parashikohet hyrja procesionale, pastaj votimi e pastaj betimi për rujtjen e sekrete të votimit dhe të rrjedhjes së konklavës, dhe pastaj edhe procedurat normale që janë ato të largimit të personave që nuk janë brenda kolegjit të kardinalëve elektor. Ditën e sotme në fakt priten që të zhvillohen 4 votime, tani besoj duhet kemi në një farë mënyrë edhe tymin e dytë, që do të tregojnë në një farë mënyrë edhe rrjedhjen e votimit të ditës së sotme, para ditën e sotme, dhe pastaj do të kemi edhe pas dite një tym tjetër që do të tregojnë edhe rezultatin e votimit të pasdites. Në fakt, procedura e dënë që kur kemi të bëjmë me një ditë të plotë, që ishte kjo e sotmja, numri i votimeve do të jetë praktikisht 4, votohet 2 herë para dite dhe 2 herë pas dite, dhe kandidati duhet të arrijnë 2/3 e votave. Praktikisht duke shëruar numrit aktual të pjesëmarrësve në këtë konklav, bëhet fjalë që kandidati duhet të arrijë 89, minimalisht 89 vota proti. Pa diskutim jemi ala herët edhe nuk është çudi që ndoshta edhe rasti që vjen, po themi i tymit që pritet të dalë në këtë moment, në këtë kohë të jetë prapëzi, sepse e theksoj edhe një herë është shumë shpejt. Ne kuptohet që kjo vjen edhe si pasojë edhe një gjeografie shumë të madhe të kardinalëve të cilët janë pranishëm në konklav. Kemi të bëjmë me një numër prej praktikisht 133 kardinalëve të cilët vijnë nga 170 vendet botë. Do të thotë gjeografia është tepër e gjatë dhe shpeshherë edhe këto votimet e para shërbejnë edhe si një formë mënyrë të njohjet dhe po themi kontakti drejt për drejt me ato që kandidaturat e para që dalin që kanë një farë majorancet. Don Pashka, për shumë, po të kemi pas në kohë kur u zgjodh Papa Francesku, në votimin e sat, doli tymi i bardhë. Papa Francesku asjall në votimin e 4, do të thotë në ditën e dytë në darkë, të gjithë majmë në të pamje të balkonit të Bazilikës Shën Pjetrit, ku praktikisht Papa u shfaq në balkonin e tij ditën e dytë të konklavës, po themi sikur të ishte sonte në darkë. Për Benediktin e 16 ka zgjatur diçka më tepër, por zakonisht në 3-4 konklavat e fundit asnjëherë nuk ka kaluar më shumë se sa dita e 3 apo dita e 4 e konklavës. Praktikisht këto janë ato, se thosh, gjatësia normale e zgjatjes së konklavës. Besoj maksimumi sonte në darkë ose ditën e nesërme duhet të kemi papën e ri. Don Pashka, për shembull se interesi padyshim është mjaft i madh. Unë kam parë për shembull ose lexuar qoftë edhe gjithë të tjerët, edhe profilet e disa kandidatëve të mundshëm. Apo kjo është e vështirë për t'u përcaktuar pasi në konklav gjithçka është sekrete?
Në fakt, në Romë është një shprehje që thonë kush në konklav hyn pap del kardinal. Nuk është e lehtë për të bërë ato parashikimit. Pa diskutim që është e paevitueshme, jetojmë në një botë pothuajse krejtësisht digjitale dhe normalisht shkëmbimet e informacionit janë të tilla saqë për çdo njërin prej kandidatëve dihen informacione ose në një farë mënyrë bazuar nga pozicionet aktuale që kanë ndoshta në kurja apo në diocetat e mëdha automatikisht përfigurohen si kandidat potencial. Por duhet kemi parasysh se kemi të bëjmë me një prej proceseve më sekrete të mundshme që ekziston në botë dhe të gjithë ato që janë brenda konklavit nënshtrohen një betimit të cilët do të ruajnë dhe do të mbajnë sekretin. Biles edhe punojësit të cilët shërbejnë si background i këtij procesi, po themi ato që punojnë për transportin, për securityn, apo për kuzhinën, apo për pjesët shumë periferike, janë në betim të thotë që do të ruajnë sekretin. Prandaj gjithmonë jo e lehtë për të parashikuar atë çka ndodh dhe çka është duke ndodhur në konklav. Pastaj sigurisht hamendësimet ekzistojnë brenda lirisë së personit dhe njerëzit janë të lirë për të menuar dhe për të shprehur ato dëshirat apo mendimet e tyre, por gjithmonë burimet informative që vijnë për këtij proces duhen pa dhe konsideruar me një rezervë shumë të madhe, sepse është vërtet shumë e vështirë të dish dhe të imagjinosh se çfarë ndodh aty brenda në sensin e dinamikave të tyre. Po, okay, është e vështirë siç ju e thatë, por do të pashka për shembull që të zgjidhesh pap duhet të kalosh disa etapa dhe i pjesa aty e kardinalëve i kanë kaluar disa etapa, besoj dhe ta themi shkoqur. Pra, qarku është i ngushtë, pra mund të jenë 5 deri në 6 kandidat potencial. Pa diskutim, a priori çdo person, çdo kardinal që është i pranishëm në konklav ka drejtë vetëm të zgjedhë, por edhe të zgjidhet. Sigurisht janë disa lloj, po themi, funksionesh të cilat kryhen apo detyra është një pjesë e mirë kardinalëve që i mbajnë aktualisht, të cilat automatikisht ex officio, siç thohet, pa diskutim plotësojnë dhe mund të shikohen si kandidat potencial. Por nuk duhet harrojmë që historia e Kirkës na mëson që jo gjithmonë papa vjen nga ato që shikohen si potencial. Mjafton që kujtoj vitin 1978 kur në balkonin e Shën Pietrit si i zgjadhën pap shfaqej një i ashtuquajtur Karol Wojtyla. Karol Wojtyla ishte një kardinal i atëhershëm që vinte nga Krakova, nga Polonia, Papa Gjon Pali. Mendohej për gjithë, po përveç për atë. Do të thotë brenda konklavit ekziston edhe kjo hapësirë në një farë mënyrë dhe mundësi hipotetike dhe jo e vogël në fakt për ta theksuar ku shpeshherë papa buron edhe vjen edhe prej këtyre personave që jo priten. Pa diskutim, siç e thatë edhe ju, rreth nga pikpamja jonë që shohim nga jashtë apo nga pikpamja mediatike, kufizohet në 5-6 figura që lidhen ngushësisht edhe me pontifikatin e fundit, po themi me persona të cilët kanë ndihmuar dhe kanë marrë detyra kyçe gjatë pontifikatit të Franceskut, dhe sigurisht vëmendja dhe projektorët mediatik janë drejt aty. Por nga ana tjetër kjo gjë nuk e mohon edhe nuk e nënvlerëson faktin që ndoshta mund kemi edhe një pap që vjen nga periferitë e botës, siç ishte rasti për shembull i Papa Franceskut, i cili erdhi nga Buenos Aires dhe thej disa rregulla të thojsa të pashkruara deri atëherë kur ishte një pap jezuit, një pap amerikano-latin, i cili u vendos në fronin e Shën Pietrit. Ka qenë i veçantë në stilin e tij të drejtimit Papa Francesco. Pa diskutim, Papa Francesco ka pas të gjitha ato, po themi, karakteristikat e tij që do ta marrin gjatë dhe të gdhenur në historinë botërore për vetë mënyrën dhe çastin e tij personale në ushtrimin e magjisterit të Shën Pietrit, pra në ushtrimin e detyrës së pap. Sigurisht ai zgjodhi që të kishte një çastje që e lidhte në mënyrë shumë veçantë me jetën e tij, me personin e tij, me përvojën e tij si bari, me përvojën e tij si njeri, me përvojën dhe dinamikat e tij që kishte jetu në Buenos Aires, në ato favelas e shpeshherë që janë edhe realitetet më të varfëra të botës, dhe ai i pëlqej që këtë çastit e tij personale ta sillte edhe në drejtimin e Shën Pietrit. Do të thotë ruajti një vazhdimsi me atë çka kishte jetu përpara, por nuk duhet harruar edhe fakti që ai në fakt për shumë aspekte ruajti edhe një vazhdimsi edhe në raport me
paraardhësit e tij, një pjesë e mirë e vendimeve të tija, pavarësisht se shpeshherë fokusoheshin tek ato që ishin, po themi, të risit që solli, janë edhe një kontinuitet, një vazhdimsi e traditës e cila për asnjë moment nuk u shkput nga ajo e paraardhësit e tij si e Benedikti XVI apo e Papa Gjon Paulit II. Dhe një pyetje të fundit, Don Pashe, ka pasur raste në historinë e zgjedhjes së Papës në Vatikan që ka zgjatur për shembull duke kaluar mbi 4 apo 5 votime, sepse ju e përmendët që Papa Francesku u zgjot në votimin e 4, po ka pasur raste që mund të jetë krijuar një hapësirë më e gjatë në konklav? Historia e Kishës është shumë, po themi, e madhe dhe është më shumë se 2000 vjeçare. Në shekullin e 19 dhe në shekullin e 20, apo dhe këto dy, po themi, konklavat e fundit që ishin në 2000 vjeçarin që sa po fillun, po themi, në 2005, në këtë rast në 2013, kozgjatja konklavës ka qenë me ditë, do të thotë nuk e ka kaluar asnjëherë 4-5 ditëshin apo maksimum një javë. Sigurisht që gjatë historisë së Kishës, për shembull kemi edhe rastin e Viterbo's, që është njihet edhe një formë legjendare ku konklava ka zgjatur edhe 2 vite. Por duhet kemi parasysh që jemi në kona tjera, në kontekste kulturore tjera dhe ku kisha përballej me sfida tjera dhe kishte gjithmonë edhe atë shtymbjen edhe çastjen në raport edhe me superfuqitë atëherë. Ndoshta në momentin, në kohën që flasim, kemi këtë pritshmëri sepse bazohemi nga historia e vonshme, nga historia e shekujve të fundit, nga historia e papëve të fundit, e cila në një farë mënyrë nuk na çon në një kozgjatje të galopante, po themi, të konklavës, por besoj duhet të jetë vetëm çështje ditësh. Don Mark Pashka, unë ju falenderoj shumë dhe urojmë që të kemi tym të bardhë sot pas dite, pse jo. Faleminderit. Ju përshëndes, ju falenderoj edhe unë përzemërsisht. Faleminderit. Ishim me Don Mark Pashkën, zëdhënësi i konferencës i peshkëpunëtore në këtë intervistë drejt për drejt. Pritet në fakt tymi i bardhë